Të dashur miq, jena në Frankfurt këtu tek stacioni trenit, ku një vend me më shumti gjana negative. Nuk e di se pse I lejojnë këto gjana me ndodh, po krahasim me vende tjera, Frankfurti I kish dy pjesën e kulturës, artit dhe gjanave të mira, po edhe kish edhe këtë pjesë ku është një pjesë jashtëzakonisht të merruse, pjesa e Bahnhofit, ku unë sot pata rastin dhe pa nga afër gjana shumë interesante, gjana ku njerëzit flenë rrugë, zgjohen rrugë dhe bajnë jetën e rrugëve, jo sikur njerëzit e rëndomt, sepse t'jetosh në rrugë, t'jetosh pa familje, t'jetosh vetëm dhe në mes të rrugës, borë, shi, acar, çfarë do që t'jesh, dhe prap t'ja dalësh, t'jetosh në kam të tua, është një kogja sfiduese. Berlini e kishte pjesën perindimore dhe lindore, ato të ndaj me mur Berlinit, po Frankfurti e kishte pjesën e Bahnhofit, ku ish personat që përdorin substanca narkotike mes rrugës, mes ditës dhe mes natës, pa dallime. Këto njerëz ishin shumë interesant. Një pjesë e ndërtume e qytetit mbrapa meje, kthej kamerën këna, është një pjesë jashtëzakonisht shumë e mirë, ku njerëzit e kanë lakmime pa, një orë e ndalume për persona që s'don me hec. Hajde me mua tim, hajde time, mos e nal kamerën, sepse do të bajna sot një historie për Kosovajnë. Ta shohim se çfarë na pret mrena, çfarë shihemi mrena dhe çfarë gjana qoftë interesante, qoftë ato jo interesante, kena mi thonë sot mrena stacionit trenit Bahnhofit. Ky është stacioni. Ky është stacion që ndërtuar me vite më radhë. Po, diçka më interesante është sepse këtu njerëzit krijojnë familje, edhe flenë dhe bëhen pjesë e familje të tyre, e shtëpisë tyre mrena një stacionit trenit. Këtu e kena një pjesë poshtë, ku na çon ku I kena edhe tek trenat e mëdhaj, ku shkojnë edhe në qytete të tjera. Shumë e madhe. Hajde me neve dhe këshyri se çfarë ka pret edhe të nashme që rrini me neve, sepse sot do ju bojna pjesën më interesante, t'jesh vetvetja, t'punosh vetvetja, t'jetosh me një vend, ta dish kulturën, njerëzit kosovar dojnë me anë në Gjermani, me punu dhe me pa kulturën e tyre. Ne jem rrit me atë frymën, po shkojnë Gjermani, po rrinë Gjermani, po marrë vizë për Gjermani. Gjermania nuk është ajo Gjermani që ne e kena ditë, edhe është e mirë për gjithë njerëzit, gjithë racat, gjithë gjinit, sepse këtu une u të rëndita që pash pjesën që ishte pjesë taman e mirë, pjesë e kulturës e artit dhe gjana shumë interesante, po e pash edhe një pjesë ku ishte shumë e ranë. Për arsye se këtu më të këshia, për dy arsye. Për thonë që janë gjana të këshia, në thonë se këtu kem pa trena që shkojnë në instalacione të ndryshme të mbaja, se shkojnë edhe I shohni në këtë gjë. Këtu lidhet është qendra e gjithë Gjermanisë. Këtu nisën trena për çdo minutë, nisën deri në 50 trena, kështu që kjo është Gjermania jonë. Kjo është ajo Gjermania që është Hajde jo kojna Hani e mbyllim, sepse Kosova Info të dashur miq, ju njofton me gjana shumë interesante. Pjesë e Kosova Info është gjë shumë e mirë. Krem pjesë në trenit shpejt, ku këto trena shkojnë për destinacione shumë të mëdha, që I lidhin edhe qytetet dhe shtetet tjera që janë fiksurim për Gjermaninë. E ju të dashur miq, qëndroni me neve, sepse gjana të tjera janë prej stacionit Bahnhofit, Berlinit, jo po Frankfurtit, qëndroni me neve sepse
Kosova Info e ka një këshill, jeto për vete, puno për vete, knaqo për vete, sepse ti duhet t'jesh vetvetja jote. Të dashur të me, jeni njerëz më të mirë në kohë. Du me zemër Kosova Info ju informon për çdo gjë.